Si çdo herë Allahun e plotfuqishëm e falenderojmë, te ai kthehemi ndihmën, falën çdo herë prej tij e kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet ja dërgojna pejgamberit ton alayhi salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarë musliman të cilët e pasojnë dhe deri në ditën e gjykimit dëshmojnë e deklarojnë se nuk ka Zot i cili adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, kurse pejgamberi alayhi salam është i dërguar i tij i fundit. E atë njeri që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet me deviju, kurse ai i cili devijon duke i pasu qefet epshet personale, prap nuk ka udhëzues për të përveç mëshirës së Allahut nëse e ka plën. S'ka dyshim se ne duhet të jemi çdo herë dhe shumë falendërues ndaj Zotit i cili neve vepra të mira na ka mundësu me vepru, e pastaj tek ai me u ngrit edhe me u lartësu me shku lart tek Zoti, edhe në ahiret mirë, po edhe në dunja me u ngrit, edhe se njeriu nuk ka mundësi me u afru afër Zotit vetëm se me punë të mira, kurse e kundërta e kësaj është duke bë punë të liga, punë të këqija, njeriu largohet prej Allahut, kurse afrohet prej shejtanit. Zoti na rujt. Andaj neve Allahu për me na nderu, edhe se ai e ka nderu krijesën e tij, pra Ademin alayhis salam, njeriun alayhis salam, neve na ka mundësu me bë punë të mira dhe na ka jap këtë mundësi, andaj na duhet me kon çdo herë falendërues edhe mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tema e kësaj xhumoje lidhet pikërisht me këto, pra ruajtja e veprave të mira që na i veprojna, duke ja fillu prej namazit që e bojna çdo ditë, prej veprave na zakonisht dhe çdo herë cekum namazin, sepse namazi është kryesorja e veprave të mira, e që pastaj veprat e mira vazhdojnë atje, agjerim, sadaka, edhe siç thot pejgamberi alayhis salam, edhe Allah në një hadith, wamen mithqale dharratin khairan yara, kush e vepron edhe një vepër so grimca ka me pa tek Zoti të mirë, po edhe të kundërta, ai që e bën një vepër të keqe so grimca, edhe ato do t'i paraqiten në ditën e gjykimit. Pra veprat e mira janë shkollë, sikurse që janë edhe veprat e liga. Andaj ne Allah na ka mundësu me vepru, e që na do ta lidhim ngusht me këto që sapo kemi dal, e që nuk duhet me harru asnjëherë. Pra muajin e bekum të Ramazanit na ka mundësu këtë muaj të madh që na me bo veprat shumëta, e pastaj me na shpërbly shumë fish, me na shumë fishu veprat këtij muaji, e që pastaj ne duhet mos me harru edhe mos me thonë vetëm se i bënëm, i veprum, edhe me lanë atje, sikurse ka njerë ndëgjojna dikon që nashta ai pa vetdije e thot, mirë po kur thot kom agjeru 20 Ramazana, 30 Ramazana, 50 Ramazana e kështu, edhe runa Zot, inshallah ati nuk i shkon menja, mirë po nuk duhet me i shkon menja, me thonë se unë i kom agjeru 50 Ramazana, edhe kur dal të Zoti atje, i dal me 50 Ramazana me këtë matematik, ai që e bën jetë me shdal kështu para Zotit, është matematik e dështume. Për shkak se tek Zoti për me na pranu ai veprat, fillimisht duhet kushti i parë që Zoti neve me na pranu veprat e tona, gjitha veprat e mira, është ikhlasi, sinqeriteti. Është me pas për një me për hir të Zotit. Çdo vepër që na e bojna, namazi, agjerimi edhe këtë tjerat, me i bo për hir të Zotit, se cilë këto njetin nuk mundet kërkush me shiku, përveç se Zotit ai në zemra e din se cili se çka ka, edhe çka ka vepru. Andaj na fillimisht duhet krejt punë që i bojna me menu, edhe me boj njetë që i bojna për hir të Zotit. Tani njerëzit a i shohin, as i shohin, kjo hiç s'ka rëndësi. Edhe pastaj kushti pra i parë është me kanë gjitha veprat e tona për hir të Zotit. Çdo vepër që na e bojna me thonë për hir të Zotit, edhe s'ka rëndësi, a ma din njerëzit, a nuk ma din, kjo hiç nuk është problem. Me rëndësi Allahu i sheh punët e secilit prej neve. E kushti i dytë është me kanë, qysh na ka mësu pejgamberi alayhis salam sipas traditës tij, pra me kanë qysh ai neve na ka thonë me vepru, me i bë namazin edhe agjerimin, e jo sikurse të tjerë, sepse ka dikush agjeron prej feve tjera atje, mirë po agjeron prej do mishrave, prej disa ushqime, mirë po ai ujë pin, se thot po agjeroj veç prej këtyne. Pra kështu neve nuk na mëson feja e as pejgamberi. Pejgamberi neve, siç e dimë, na mëson agjerimi është ndryshe, nuk është sikurse i dikujna që mendon se ashtu është, apo na sot i shohim në televizor apo dikon në internet që dikush thot atje po ju fal na Zotit edhe në atë mënyrën e vet,
i bën disa gjestet pa kuptimta dhe thotë unë i falim Zotit. Mirë po, pejgamberi nuk na ka mësu, ashtu më fal, mirë po na ka mësu që është renditja e namazit në rukun, sejdë dhe kështu me radhë, pra me bo si pas mënyrës e pejgamberit a.s. me ndjek mënyrën e tij. Edhe se pastaj prej kushteve tjera që na i rujna veprat e tona edhe nuk na u prishen janë, pra mos me umburr, mos me thonë unë kom agjeru pra kështu apo kom fal, edhe unë shkoj në xhami e kështu, mos me umburr, mirë po me kont për ulur para Zotit, para njerëzve që me falendru elhamdulillah që na ka mundësu me agjeru, me u fal, me bo punë të mira, mirë po jo me ushty me dikën apo me umburr edhe me thonë se unë e kom bo namaz që shumë vjet edhe unë në farforme e kom të garantune mshiren apo xhenetin e kështu me radhë. Kjo është prej atyne që i prish veprat e mira edhe nuk i ruan. Prandaj ne si besimtar musliman duhet me pas edhe dert, gojli apo sfid të besimit tonë se çdo vepër që na e bojna me u munu edhe me rujt, mos me e prish sepse pastaj ekziston edhe mundësia që na e veprojna një vepër të mirë po nuk përfitojna fare pak prej saj apo ndoshta edhe humbet krejt, sepse na e dim për shembull sadaka atje është kusht për kur dojna sadak mos me publiku apo mos me bë reklamë të, se nëse na thojna po shkojna me dhon dikujna 10 euro apo 5 euro apo 100 euro edhe bojna reklame të i kallzojna krejve, na e kena jap mirë po shpërblimi për të ndoshta është fare heq apo zero. Për këtë arsye na duhet me u kujdes për veprat e tona, për agjerimin, për punët e mira, edhe se pastaj me bëu edhe do sikurse Ibrahimi a.s. është prej pejgamberëve dallum edhe shumë që Zoti e ka deshur, e ka nderu, edhe e ka lartësu. Ai ka bërë shumë punë të mëdha Ibrahimi a.s. sa që duhet me fol me punë të tëra, mirë po me orë të tëra, mirë po një prej punëve që e ka bërë e ka ndërtu qaben atje, e ka ngrit, qysh e ka mësu Allah përmes Gjibrilit, e ka ndërtu qaben atje me djalin e tij Ismailin. Edhe se ai është lodh shumë derisa e ka ndërtu qaben në atë kohë, qaben pra gur pas guri, siç e dim krejt derisa vjen te punat e Hajarul Aswad apo gurit i zi. E ndërton Ibrahimi a.s. qaben me Ismailin pejgamberin, mirë po kur të kryen krejt në fund, edhe kur të kryen, kur të mbaron, kur të finalizon projektin qaben krejt, ai lodhet edhe i ngrit dur tek Zoti dhe thot Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, o Zot pranoje prej neve këtë vepër që e kena bërë me Ismailin, sepse ti je ai i cili dëgjon, edhe ai i cili i din çdo punë. Edhe pastaj Ibrahimi nuk bëhet krenar apo mendje madh edhe mi thon tjerëve kjo nëse çka kom bo, mirë po e falenderon Zotin me përulsi edhe me lutje që Zoti më ia pranu. Kështu edhe na duhet me kon çdo punë që na e bojna, namazin kanë herë që është një traditë që na ja bojna Zoti ta bëhet kabul, pra çdo vepër ton është mirë me e pasu edhe me istikfar, edhe me lutje, o Zot pranona agjerimin, pranona namazin, edhe sadak kur dojna, edhe dikujna kur i ndihmojna, çfarë do ndihmese qoftë atje pa desht me e specifiku, duhet mi thonë o Zot bëma kabul këtë vepër që ja bona ti nhesht, je thuj lutë Zotin o Zot bëma kabul, inshallah ma pranon, edhe kështu Zoti është i kënaqur edhe na pranon veprat e tona. Për mos me zgjat shumë me një shembull edhe po e përmbyllim ndoshta sepse me shembull kuptohen edhe me ilustrohen edhe më mirë pastaj gjërat, kanë thonë dietarët shembulli atyne të cilët bojnë vepra e që pastaj bojnë vepra të mira që pastaj i pasojnë me vepra jo të mira apo nuk kujdesen edhe pastaj i humbin shpërblimin e atyne të veprave, është sikurse shembulli i një njerit i cili ka shku të një burim për me marr ujë, u shku në një vend për me marr ujë me kofen apo me shishat apo me bidonat apo me ato që e ka marr për me shku me marr ujë, edhe me qu të shtëpia e vet. Ai u shku me marr ujë atje edhe i ka mush ato turbat e veta, shishat e veta apo çka ka pas, mirë po ekziston një defekt. Tek ato shishat e tij ka pas plasaritje edhe ka pas qarje. Derisa ai u kthy në shtëpi, ai u kthy në shtëpinë e vet tu menu që i ka mush ato me ujë, mirë po kur u kthy në shtëpi e ka pa që
ja pas kanë rrjedh krejt, edhe ndoshta ju ka argjit krejt ujë ose i ka met pak diçka ka fundi. Dietarët kanë thonë se kështu është shembulli i atina që cili bën punë të mira dhe bën vepra të mira. Ai e shet që ka bërë shumë punë të mira, mirë po masanej të livdu, edhe ndoshta të bëjë edhe punë të këqija, ato veprat e këqija, ato livdimet, mburrit e kështu me radhë, ja kanë shkaktuar ato plasaritjet, edhe ky kur del pastaj në ditën e gjykimit, e shet që i pas kanë rrjedh shumë apo shumica e veprave të mira, edhe i kanë bet vetëm se pak. Andaj kjo është një shembull për ta ilustruar se ç'është shembulli i atij i cili bën punë të mira e që pastaj thotë jo në kum fal Ramazana, kum fal namazat shumt, kum agjëru Ramazanat shumt, edhe nuk brengoset pastaj për rujtjen edhe për pranimin e atyne veprave tek Zoti. Andaj le të jetë mësim për neve që çdo vepër që e bojna pa marrë parasysh, sepse njeriu ka mundësi me bëj vepra të shumta, të panumërta atje, duke mos i numëru vepra të mira, pasi ta kryjna veprën e mirë, ta e bojna si tradit, apo si shembull, si shprehi tonë që çdo herë me lut Zotin, o Zot, pranoje prej meje, o Zot, bëma ka boll këto, edhe inshallah Zoti na ka pranu, edhe na i lutim Allahun që ai Zoti inshallah neve agjërimin, namazin dhe gjitha veprat e tona na i pranon, dhe Zoti na bëft prej atyne që luten për veprat e tyre dhe që i pranojnë veprat e tyre, dhe na bëft prej atyre që nuk bëhen sikur shembulli i atij që pastaj krijojnë plasaritje në thesarin e veprave të tyre dhe se i humbin shpërblimin për veprat e mira. Zoti na rujt, na përmirësoft dhe na udhëzoft drejt sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.